Po edhe si kur t'i ketë njeriu gjithat mirat e dunjas, ka një kohë e cila i kalon kufit dhe njeriu mërzitet. Për ata është kjo e katërta dhe e fundit. Kemi njerëz të cilët i kanë gjitha kushtet dhe gjitha të mirat. Ka pasuri, ka pallate, ka familje, ka shëndet, ka gjitha të mirat e dunjas, dhe kur e sheh një ditë është i mërzitur, është i pikluar, ndoshta i rjedhin lotët. Për çfarë arsye? Tha thirrësi në xhennet në përgëzimin e fundit: wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Dhe ju në xhennet do të jeni të kënaqur dhe do të jeni të lumtur dhe nuk do të mërziteni asnjëherë. Sa do që t'jenë të mirat e dunjas, sot e ke bo shtëpinë e re, po pas 10 viteve, 20 viteve, ajo shtëpi ma nuk është interesant. Sot e ke ble veturën e re, po pas 10 viteve, ajo vetur ma nuk ka ndonjë vlerë. Sot e ke ble telefonin ma të mirë, pas disa viteve, sot ke bo diçka dhe diçka, pas një kohë, i kalon ajo hjeshia. Në xhennet ka vazhdimisht gjëra të reja. Fala tab'asu abada. Nuk mërzitesh asnjëherë. A gëzohesh ti sot? Gëzohesh. Sot gëzohesh, mirë, po ndoshta pas një jave piklohesh. Sot je i lumtur, ndoshta pas 2-3 ditëve del një problem dhe një telashe. Sot i ki gjitha të mirat, ama nesër ndoshta prishet gjithçka. Për çfarë arsye? Për arsye se jemi në dunja. Në xhennet: wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Në xhennet do të jeni të kënaqur, të gëzuar, të lumtur, nuk do të pikloheni asnjëherë. Dhe kjo është fjala e Allahut Azza wa Jall: wa nudu an tilkumul janna. Do të thirren ata me një thirrës, me një za: ky është xhenneti, urithumuha bima kuntum ta'malun. E keni arrit këtë shpërblim në bazë të veprave të mira që i keni bë. Xhenneti arrihet me namaz, me agjerim, me zekat, me hajj, me sadaka, me dhikr, me lutje, me respekt ndaj prindve, me respekt ndaj fëmijëve, me respekt ndaj besimtarve, me respekt, me sjellje të mirë ndaj njerëzve, me punë të mira. E ai i cili përfundon në xhennet, shpërblimi i madh, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë e përfundojmë, tha: në xhennet ka për besimtarët ma la aynun ra'at, atë që syri nuk e ka pa. Sot në dunjati, nëse i shikon disa vende, sot edhe nëse s'ki mundësi me udhtu në vende të largta, s'paku ki mundësi edhe në video me i pa në ingjizime, dhe nëse i sheh gjelbrimet, nëse i sheh lumejt, nëse i sheh ujvarat, nëse i dëgjojnë ato cicërimat, nëse e sheh bukurit dunjas, dhe ti mahnitesh. E çka ka në xhennet? Ma la aynun ra'at, atë që syri nuk e ka pa asnjëherë. Wala udhunun sami'at, dhe atë që veshi nuk e ka dëgju asnjëherë. Ti sot nëse e dëgjon një melodi të bukur, një lexues i Kur'anit i cili e lexon Kur'anin aq bukur, dhe ti kënaqesh duke e dëgjuar atë. Një ilahi që del sot e re dhe ti e lëshon 1 herë, 2 herë, 10 herë, 20 herë. Pse? Kënaqesh duke e dëgju. Çka do të dëgjojnë njerëz në xhennet? Ma la udhunun sami'at, atë që veshi kur nuk e ka dëgju. Edhe më shumë se kjo: wala khatara ala qalbi bashar, dhe atë që njeriu dhe mendja dhe zemra nuk e paramendon.